Sulmuesi shqiptar Steven Shpendi është rikthyer te goli pas një mungese të gjatë. Në minutën e 72, ai mori një top të mirë në zonë dhe e goditi me kokë për të barazuar shifrat me Reggianën. Fal golit të tij, Empoli mori një pikë nga sfida e radhës në Serie B. Rikujtojmë që për herë të fundit Steven Shpendi tunte rrjetën në 29 nëntor të vitit 2025 kundër Barit.